Albin Kurti do të marrë men, vetëm si turbullues, bashkë me mua një pjesë një 5 vjetë. Do të marrë men, Si hisë edhe ti. si çrregullues, si konfliktues, si mi urrejt njerëzit. Kësë din me mendu, nuk mundi me kriju dashuri ndaj atë njeriu që din shkenstarit të gjitha aty në çështje. Ku ke nejt me ta? Për shembull. A ka qenë kështu kur ke? Ja, ka qenë një shkencëtar i madh, e ka largu. Ai miku që era ministri pe Amerikës, edhe u bo në qeverin Kurti, si filloi ai me dhoni detë dhe mendimet e veta ai largoi. Pra, pastaj ky ushtaraku që ke ministri që i punoi me këta të forët e krejt. Ai Mehaj e largoi. Dhe thot, këtë dënë vetëm njerëz të dëgjueshëm, po janë njerëz të cilët dinë dhe ja thojnë të vërtetën në sy. Base kështu është, ka lindur raporti kritik edhe me nderin e kombit tashmë ndjerë basen Adem Demaci. Që në rrethonat e kohës, vitin 2013, nuk ishte të akorduar me propozimin e kohës të PDK-s për president. Zoti Demaci që ti ishte president. Për president, normal. Dhe edhim se Sakun Adem Demaci, kë e ka luajtur rolin veç për kthyesit. Edhe kë e ka gjelizuar, qëre, edhe unë Adem Demaci në kum gjelizuar. Edhe për punën dhe veprën tine, edhe se deli gjelizoj, po pse e gjelizoj, unë nuk munda me akuzu edhe me pengu. Po. Për shembull, çdo njeri unë edhe ty diçka gjelizoj, ose ma lakmi, si një talent i gazetarisë, si një talent që mundesh më hynë në politikë, në diplomaci, mi shtru pyetjet, marrë që duhet të shqyrë për nëtë, edhe unë tash, në vend që tash me dalë, i hidhru me ty, unë kam dëshirë me i marrë ato që ka, diçka mësova për ti, ose që dhe ndashta dhe ti diçka ke mësu për me.